Këtë apo këtë. Të dyja proteza provizore mbas kirurgjisë implanteve. Pra, ju keni bërë ndërhyrjen, keni vendosur implantet, cilën nga këto dy proteza do zgjidhni për fazën provizore gjatë cilës implantet do integrohen. Nuk e di pse keni një dëshirë gjithmonë që ta provoni këtë protezën totale. Kjo ka vetëm një të mirë, që do ju torturoj aq shumë gjatë fazës shërimit, sa kur të vini për të vendosur dhëmbët fikse mbi implante, do jeni njerëzit më të lumtur në botë. Këtë gjë e ka shumë mirë. Çdo gjë tjetër e ka të zezë, që nga marrja masës me alginat mbi një plagë të sapo mbyllur, dhe të mendosh dhe të besosh që kjo do rri mirë, kjo me zor rri mirë kur janë indet shëruara. Imagjino tani mbi një plagë që konfiguracioni i indeve normalisht do ndryshojë shumë shpejt sepse indet do shërohen, do të rriqen. Kjo vetëm do lëvizi, do bëj plag mbi plag dhe nuk do ta mbani as një sekond gojë. Kjo të gjithë pacientët e bëjnë, po të gjithë e mbajnë në xhep. Dhe kur vinë këtu thonë o doktor, urdhë, po unë as i ditë se mbajta. Dhe përveç kësaj, çfarë është më e keqja është që në këtë sistem, pra kur ju përdorni protezë provizore totale të lëvizshme mbas vënies implanteve, kur të ktheheni, plagët janë mbyllur. Implantet duhen hapur prapë, pra duhet bërë një kirurgji e dytë për të zbuluar implantet dhe për të vendosur komponentët protezik, gjë që kjo tjetra tashman, sepse komponentët protezik janë vendosur që në fazën e kirurgjisë, kur ju ktheheni mjafton vetëm ta zbërthejmë këtë, ta heqim, të marrim masën dhe nuk kemi nevojë as për një kirurgji dytë dhe për asnjë lloj ndryrje shtesë. Dhe përveç kësaj, keni ndetë si njerëz me dhëmb fiks, me dhëmb natyral, pa lëvizshmëri, pa qelzat, me lehtësi për të ushqyer, me lehtësi për të folur dhe me lehtësi për të përshtatur. Dhe pa kirurgji të dytë më mbrapa. Pra, të kesh këto dy mundësi dhe të zgjedhësh këtë, unë nuk e di domethënë se si mund të zgjedhësh këtë. Dhe ka mundësi që doktori ta shikojë që në skaner a mund të bëj këtë apo jo. Pra, ka një teori që gjithmonë ta shikojmë mirë të hyjmë kirurgji, por kur dalim të shohim stabilitetin, nuk ka çfarë të shohim kur dalim. Shikohet që kur hyhet, shikohet densiteti kockor në skaner, shikohet informacionet anatomike të cilat mund të përdoren për stabilitet primar të implanteve. Dhe i thuhet pacientit bëhet apo nuk bëhet, nuk ka ta shikoj më vonë. Kur është ta shikoj më vonë, është një gjë që është parë që në fillim, po thjesht nuk i thuhet pacientit dhe ja thua më vonë, gjasme implantet nuk morën stabilitet, nuk ka më vonë. Ne bëjmë këtë, protezë provizore fikse mbi implante, që është rrugëtimi juaj drejt një buzëqeshje të re, natyrale, me dhëmb fiks. Kjo është një gjë që ka qenë kohë më përpara, shekuj më përpara dhe nuk përdoret më. Kërkoni këtë. Nëse s'ju a bëjnë këtë, ju a bëjmë ne këtë.